Më bëri përshtypje ky komenti këtu ku thotë se nuk ka Zot tjetër përveç Jezu Krishtit, që do thotë se as Ati nuk është Zot, as Shpirti i Shenjtë nuk është Zot, sepse Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë tre persona të cilët përbëjnë Trinin. Janë tre persona të barabartë, por jo të njëjtë. Kështu që kur thua se nuk ka Zot tjetër përveç Jezusit, ke përjashtuar Atin dhe Shpirtin e Shenjtë nga të qenurit Zot. Dhe është diçka që asnjë krishter nuk e ka thënë. Nëse do thoshe për shembull se nuk ka Zot tjetër përveç Atit, do të ishte diçka e pranuar, sepse është diçka që e ka thënë vetë Jezusi. E ka përjashtuar veten e tij Jezusi nga të qenurit Zot. Dhe ka thënë se nuk ka Zot tjetër përveç Atit. Normal, nëse përdorim fjalën At me kuptimin që e ka përdorur vetë Jezusi, jo siç e përdorin krishterët sot, me kuptimin literal. Siç ka thënë për shembull, unë do shkoj tek Zoti im dhe Zoti juaj, Ati im dhe Ati juaj, ose siç thotë për shembull që unë nuk bëj dot asgjë nga vetja ime, por me fuqinë e Atit i cili më ka dërguar mua, ose me lejen e Atit i cili më ka dërguar mua. Prandaj unë ftoj që ta adhurosh Zotin që ka adhuruar Jezusi, Zotin që ka vendosur ballin Jezusi në tokë për ta adhuruar. Dhe siç bëjmë dhe ne muslimanët sot, vendosim ballin ton në tokë për ta adhuruar Zotin që ka adhuruar dhe vetë Jezusi.